Një foshnjë e vdekur gjendet në tualet të spitalit në Ferizaj, policia nis hetimet në ndyshimin për vrasje. Aksion për korrupsion të policisë dhe inspektoratit, 3 policë ndalohen për 48 orë. Sonte në mesnat përfundon afati i deklarimit partive politike për koalicione dhe pjesëmarrje në zgjedhje. Si vjet nuk ka shtrenjtim të rrymës, rreth 600 qytetarë duan të kompensohen nga Kesko për shkak të njësorëve të vjetër. Mirëmbrëma, një foshnjë sapo lindur është gjetur e vdekur dje në tualetin e spitalit në Ferizaj, ndërsa mjekët thonë se përpjekjet për ta rikthyer në jetë kanë qenë të pasuksesshme. Prokuroria ka nisur hetimet për rastin në ndyshimin për vrasje të foshnjës gjatë lindjes. Nga Spitali i Përgjithshëm i Ferizajt thonë se pacientja është paraqitur në spital me ankesa për kapslëk dhe në një moment ka hyrë në tualet duke e mbyllur derën. Pas insistimit dhe presionit nga stafi mjekësor, të cilët kishin dëgjuar zërin e një foshnje, dera është hapur. Nëna kishte prerë kordorin umbilikal të foshnjës dhe e kishte hedhur atë në koshin e mbeturinave në gjendje të rëndë dhe hipotermike, thuhet kështu në komunikatën e Spitalit Ferizajt. E kemi kronikën. Në këto hapësira të shërbimit emergjent në Ferizaj, një ditë më parë, një foshnjë e porsalindur është gjetur e vdekur në rrethana të dyshimta. Sipas prokurorisë themelore në Ferizaj, rasti është inicuar si vepër penale, vrasja e foshnjës gjatë lindjes. Spitali i Përgjithshëm i Ferizajt njoftoi se pacientja fillimisht ishte paraqitur në spital me ankesa për probleme me tretjen dhe më pas ishte mbyllur në tualet. Mirë po pas insistimit dhe presionit nga stafi mjekësor që kishte dëgjuar të qarat e foshnjës, pacientja kishte hapur derën. Sipas stafit, foshnja është gjetur në gjendje shumë të rëndë shëndetësore në koshin e mbeturinave në tualet dhe pavarësisht përpjekjeve maksimale dhe trajtimit intensiv nga personeli mjekësor ka ndërruar jetë. Ndërkohë, prokuroria themelore në Ferizaj njofton se janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e të gjitha rrethanave të rastit në fjalë. E dyshuara në këtë rast ndodhet në trajtim në Spitalin Ginekologjik të Ferizajt, ndërsa me urdhër të prokurorit, trupi pa jetë i foshnjës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Një aksion i gjerë i prokurorisë themelore në Prishtinë është zhvilluar në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obiliq në bashkëpunim me Inspektoratin Policor dhe Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike. 6 persona janë ndaluar për 48 orë, përfshirë 3 zyrtarë policor në ndyshimet për korrupsion, keqpërdorim të detyrës zyrtare, mashtrim dhe falsifikim dokumente shpronësore. Gjatë aksionit janë sekuestruar vetura luksoze, një orë e markës Rolex dhe prova të tjera materiale. Prokuroria themelore në Prishtinë, në bashkëpunim me Inspektoratin Policor dhe Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike, në orët e hershme të mëngjesit kanë zhvilluar 2 aksione të ndara në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës dhe Obiliqit në ndyshimin për kryerjen e veprave penale nga disa persona. Sipas dyshimeve fillestare dhe hetimeve deri në këtë fazë, të dyshuarit në bashkëveprim, dyshohet se janë përfshirë në aktivitete kriminale që lidhen me falsifikim dokumentesh dhe përfitime të kundërligjshme pasurore. Ky aksion është zhvilluar në bazë urdhërisë së gjykatës së themelore në Prishtinë, për shkak se dyshohen se kanë kryer veprat penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit të zyrtar, legalizimi i përmbajtjes së rreme, keqpërdorimi i informatës zyrtare, mashtrimi, dhënia dhe marrja e rishfetit. Sipas dyshimeve fillestare dhe veprimeve të ndërmarrura nga prokurori i shtetit, këta persona dyshohen se janë përfshirë në aktivitete kriminale me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm. Nga hetimet, 7 persona kanë rezultuar si të dyshuar në aksionin e sotëm. 5 persona zyrtar dyshohet se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare me qëllim të përfitimit pasuror. Pas përfundimit të bastisjeve me urdhër të prokurorit të shtetit, 6 persona janë ndaluar për 48 orë në ndyshimin për veprat penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, keqpërdorimi informatës zyrtare, mashtrim, legalizim i përmbajtjes së rreme,
deklarim i rrem në nënbetim, marrje dhe dhënje rishfeti, marrje deklaratave me anë të shtrëngimit, si dhe shkelje fshehtësisë së procedurës. Prej tyre 3 janë zyrtar policor, ndërsa ndaj një zyrtari tjetër, rasti do të vazhdojë me procedurë të rregullt. Në kuadër të aksionit, prokurori i shtetit ka sekuestruar 2 vetura në vlerë rreth 80.000 euro, një orë dore të markës Rolex në vlerë prej 8 deri në 10.000 euro, 5 telefona celular dhe dokumente të tjera që do të shërbejnë si prova materiale në procedurën penale. 56 studentë Akademisë Policisë në Shqipëri janë paraqitur me simptoma helmimi pasi dyshohet se kanë konsumuar ushqim të kontaminuar. Studentët kërkuan ndihmë mjekësore në shërbimin infektiv, ndërsa vetëm 2 prej tyre u shtruan në spital dhe të tjerët u liruan pas trajtimit. Rreth 56 studentë Akademisë së Sigurisë u helmuan të mërkurën pas konsumimit të ushqimit në ambientet e institucionit. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se vetëm 50 studentë janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin infektiv të QSOT-s, ku edhe morën ndihmën e nevojshme mjekësore, fal organizimit të menjëhershëm të stafit në gjendje gatishmërie. Studentët pasi morën shërbimin e nevojshëm, lanë spitalin në gjendje të mirë shëndetësore. Administratori i Akademisë ka reaguar pas ngjarjes, duke njoftuar se mostrat e ushqimit po analizohen nga AKU dhe Instituti i Shëndetit Publik për të gjetur shkakun. Po presim tani që të dali analizat, aktet e analizës. Me Shëndetin Publik kanë ardhur përsëri prapë Shëndetit Publik kemi thirrur, po marrin prapë analizat e studentëve dhe tash mbas kësaj që të shikojmë se si është ecuria e tyre. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit nr. 1 të policisë arrestuan në flagrancë kuzhinjerin dhe teknologën e ushqimit pranë kompanisë së kontraktuar që ofron ushqim në Akademinë e Sigurisë, ndërsa shpalli në kërkim administratoren e kompanisë. Është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon gjurmëshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprerë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Tiranës për veprën penale, importim, prodhim, shitje dhe ruajtje të ushqimeve të rrezikshme për shëndetin. Për teknologën e kompanisë ka nisur procedimi në gjendje të lirë. Ju përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Çmimi Europian i vitit, i cili u nda në shënim të ditës Europës, u fitua nga Shqipe Neziri Vela, e cila tha se ky çmim është nder për të. Nga BE përmendën mbështetjen ndaj Kosovës që nga pas lufta e deri më sot, derisa kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi kërkesën që Kosova ta ketë sa më parë statusin e vendit kandidat. Në ditën e Evropës, e cila shënohet çdo 9 maj në kuadër të aktiviteteve, u nda edhe çmimi Evropian i vitit. Si vjet këtë çmim e fitoi Shqipe Neziri Vela, bashkëthemeluese dhe kryetare grave të Kosovës në energji dhe minjera, ndërsa u theksua bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian që nga pas lufta e deri më sot. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi që Kosova të marrë sa më parë statusin e vendit kandidat. Që nga viti 1999 Bashkimi Evropian ka qëndruar për krah Kosovës duke mbështetur ndërtimin e institucioneve dhe inkurajimin e reformave. Sot 27 vjet më vonë, kjo mbështetje vazhdon. Ky partneritet është i prekshëm. BE-ja është partneri i fortë dhe i besueshëm i Kosovës, si dhe ofruesi më i madh i ndihmës financiare. Që nga viti 1999 më shumë se 3.7 miliard euro grante ka mbështetur infrastrukturën, energjinë, arsimin, mediat dhe sundimin e ligjit. Për Kosovën, Bashkimi Evropian nuk është një realitet i largët, apo vetëm një grup standardesh që duhen përmbushur. Ai është shtëpia natyrore shoqërisë sonë, korniza e reformave tona dhe ardhmja e qytetarëve tanë. Më shumë se 80% e qytetarëve tanë mbështesin antarësimin në Bashkimin Evropian, një nga nivelet më të larta të mbështetjes kudo në Evropë. Është nder të marrësh këtë çmim në ditën e Evropës këtu në Kosovë, ku Evropa ekziston jo vetëm si një ëndër e largët politike, por si një akt i përditshëm ndërtimi përmes guximit, vendosmërisë dhe shpresës së palëkundur. Në shënim të kësaj dite, në vendin tonë bëhen aktivitete të ndryshme që promovojnë partneritetin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka njoftuar se u ka dërguar një letër apeli ambasadave mike në Kosovë duke kërkuar ruajtjen e besimit në drejtësinë ndërkombëtare. Në reagim shprehet shqetësimi për zvarritje dhe zhvillimet e fundit në procesin gjyqësor në Hag ndaj krerëve të UÇK-s. Veteranët kërkojnë drejtësi të paanshme dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare, duke theksuar se besimi në drejtësi është thelbësor për paqen dhe stabilitetin. Edhe sot kanë vazhduar reagimet pas vendimit të speciales për shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit M20 Korrik. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kritikuar mungesën e transparencës së speciales, duke theksuar se lufta UÇK-s do të mbetet në histori si e drejtë dhe duke shprehur besim në pafajësinë e krerëve të saj. Ndonë se 19 maj ishte afati i parapar që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi të merrnin lajmin e rëndësishëm për të ardhmen e tyre, një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Me vendim të kryetarit të trupit gjykues Charles Smith, krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim në Scheveningen të Holandës edhe për një kohë. Tani 20 Korriku mbetet afati i dytë deri kur specialja pritet të shpallë vendimin e shkallës së parë për Thaçin dhe të tjerët. Për çka gjykata ka arsyetuar këtë shtyrje me volumin e madh të lëndës. Paneli vëren se gjatë zhvillimit të procedurave ka pranuar provat e rreth 270 dëshmitarëve gojarisht dhe me shkrim, si dhe ka pranuar në provë 5497 materiale. Transkripti i këtyre procedurave është i gjatë 29238 faqe. Paneli po ashtu vren kompleksitetin e procedurave në këtë çështje. Në veçanti, faktet e rastit mbulojnë më shumë se një vit e gjysmë dhe përfshin shumë vende të pretenduara të krimit. Për vendimin për shtyrjen ka folur kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka thënë se beson në drejtsinë e luftës dhe pafajësinë e krerëve të UÇK-s. Sa i përket vendimit të gjykatës speciale që të shtyhet për 2 muaj nëse zgaboj vendimi i tyre, ne e morëm vesh njësoj sikurse gjithë ju. Për shkak se Qeveria e Republikës Kosovës nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet që bëhen në gjykatën speciale, e cila nuk karakterizohet nga transparenca për vendit ton në shërbim të cilit thuhet se është. Ndërkohë zvarritje të procesit e ka quajtur këtë vendim të speciales avokati akredituar Skënder Musa, sipas të cilit më e drejta do të ishte lirimi 4-shës nga paraburgimi. Është një zvarritje procesit konsideroj që është e panevojshme për shkak se janë paraburgim që 5 vite, për ndryshe sa përket aspektit ligjor, kanë të drejta bëjnë shtyrjen edhe me bazë rregullore së prandomave të specializuara. Për këtë çështje OVL UÇK-s të njëjtën është drejtuar me një letër ambasadave në Kosovë, nga të cilat ka apeluar për ruajtjen e besimit në drejtsinë ndërkombëtare. RTK ka dërguar pyetje në zyrën e BE-s në Kosovë dhe te ambasadat e shteteve financuese të gjykatës për zhvillimet e fundit, por disa prej tyre nuk kanë dashur të komentojnë e disa nuk kanë kthyer përgjigje. Zëdhënësja e dhomave të specializuara të Kosovës, Angela Grip, ka deklaruar se raporti përgatitur nga Komiteti për të Drejtat e Njerëzit i dhomës avokatëve të Anglisë dhe Walesit nuk konstaton shkelje të drejtave të akuzuarve dhe as nuk vlerëson se vendimet e gjykatës bien ndesh me standardet ndërkombëtare. Sipas saj, shumë çështje ende janë në shqyrtim dhe mund të apelohen, ndërsa raporti nuk do të ndikojë në punën e dhomave të specializuara. Pas vretjeve përfundimtare të Komitetit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për eliminimin e diskriminimit racor nga Serbia për shqiptarët e luginës së Preshevës, ka reaguar ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Axhiu. Ajo ka shkruar se vretjet konfirmojnë shqetësimet e ngritura prej vitesh nga shqiptarët në luginën e Preshevës dhe nga institucionet e Kosovës. Sipas Axhiut, Kuvendi i Kosovës me rezolutën e miratuar më 24 prill për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj shqiptarëve në Preshev, Medveq dhe Bujanoc, e ka trajtuar këtë çështje si përgjegjësi shtetërore. Do të ndrojmë tani temë. Teksa po afrohet përfundimi i afatit të 7 ditor për deklarimin e pjesëmarrjes në zgjedhjet e 7 qershorit dhe formimin e koalicioneve, shumica e partive politike në Kosovë ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimet e tyre. Sipas KQZ-s, deri tani 20 parti kanë konfirmuar pjesëmarrjen,
PES ka njoftuar mos pjesëmarrje, ndërsa është regjistruar edhe një koalicion mes dy partive politike. Ndërkohë subjektet e reja politike kanë afat deri më 10 maj për aplikim. Kur kanë mbetur edhe pak orë nga afati 7 ditor që partitë politike kishin në dispozicion për të njoftuar për pjesëmarrjen apo mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e 7 qershorit, si dhe për formimin e koalicioneve, këtë obligim e kanë kryer shumica e subjekteve. Sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, këto obligime vlejnë vetëm për 53 partitë politike, të cilat janë pjesë e regjistrit të partive politike në Kosovë. Deri më tani kur po flasim, pra mesdita e ditës së enjtë, KSZ ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje nga 20 parti politike, mos pjesëmarrje nga 5 partitë të tjera, si dhe formimin e një koalicioni nga 2 parti politike. Sipas Elezit, të dielën në mesnatë përfundon afati tjetër për partitë që nuk janë të regjistruara. Afati për deklarim të pjesëmarrjes, mos pjesëmarrjes dhe për formim të koalicioneve vlen vetëm për partitë politike. Ndërkaq, deri më datë 10 maj, subjektet e reja politike, pra këtu bëjmë pjesë nisma qytetare, koalicione dhe kandidatet e pavarur, dohet të dorëzojnë online në KQZ aplikimin e tyre për të certifikuar për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Ndërkaq më 12 maj përmbyllet afati 11 ditor që partitë politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur t'i dorëzojnë listat me emrat e kandidatëve për certifikim nga KQZ për zgjedhjet e 7 qershorit. Me nisjen e afatit për regjistrimin e votuesve nga diaspora për zgjedhjet e 7 qershorit, liderët e partive opozitare u kanë bërthirrje bashkëdhetarëve të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Kryetari PDK-s Bedri Hamza e ka cilësuar diasporën pjesë të pandashme të AD-ut, ndërsa kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka theksuar se vota e Mërgatës forcon lidhjet me Kosovën. Një ditë pas hapjes së afatit për regjistrimin e votuesve nga diaspora për zgjedhjet e 7 qershorit, liderët opozitar u janë drejtuar qytetarëve me video mesazhe. Të dashur bashkëdhetar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka ftuar bashkëdhetarët që të regjistrohen për të votuar dhe ta bëjnë ndryshimin duke i quajtur pjesë të pandashme të AD-ut. Për ne, ju nuk jeni vetëm Mërgatë, ju jeni krenari për ne. Ju jeni pjesë e pandashme AD-ut tonë. Përvoja, puna dhe suksesi juaj janë vlerë për Kosovën. Unë besoj në një shtet që respekton diasporën, në një shtet që ju dëgjon, ju afron dhe ju shërben me dignitet kudo që jetoni. Vëllezër e motra në Mërgim. Thirrje për regjistrim të diasporës ka bërë edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke theksuar se përmes votës Mërgata ruan lidhjet me AD-un dhe kontribuon në të ardhmen e vendit. Duke u regjistru, ju i runi lidhjet me AD-un, me rënjet tuaja e tonat. Shfrytëzoni të drejtën, regjistroni. Mos e harani Kosovën, Kosova e danë. Afati për regjistrimin e diasporës do t'jetë i hapur deri më 17 maj. Qytetarët që jetojnë jashtë vendit mund të votojnë përmes postës ose në përfaqësitë diplomatike. Rreth 600 ankesa janë bërë nga qytetarët për njësor me afat të skaduar dhe dyshime për matjet pasakta. Edhe pse është vërtetuar se një pjesë e tyre kanë qenë jashtë afatit, Kesko ende nuk ka nisur kompensimin e qytetarëve të dëmtuar. Nga Ketsi thonë se janë në fazën e trajtimit të ankesave dhe korrigjimit, ndërsa Ministria e Industrisë ka shqiptuar 18 gjoba ndaj kompanisë në vlerë prej 90.000 euro. Ka rreth 2 vite që është ankuar në Kec rreth dyshimeve për matje të pasakta të rrymës. Sejdi Gashi nga Fushë Kosova po pret të kompenzohet pasi pretendon se është dëmtuar. Megjithatë, deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim në këtë drejtim. Njësori im elektrik ka matur në mënyrë të gabueshme, pra e kam vretur që ka pas shmangje apo huqje si në datë ashtu edhe në kohën reale dhe rrjedhimisht edhe faturimi ka qenë do të thotë jashtë faza normale. Imagjinoni një familje mesatare, pavarësisht se zoni dimër apo verë të ketë një faturë mesatare apo llogarisë dikon 80 euro, konsideroj që nuk është në rregull. Kesko ende nuk ka nisur me kompensimin e qytetarëve edhe pse është vërtetuar se një pjesë e njësorëve kanë qenë me afat të skaduar. E deri më tani janë bërë rreth 600 ankesa nga konsumatorët. Kemi pasur një numër të konsiderueshëm të njësorëve, ku deri më tash kam prej numri diku të 9 ose 10 njësor,
prej datës, po flasim për datën 5 dhe 6 maj. Verifikimi është në të gjitha pikat, nëse verifikohet njësori, atëherë e merr diku kohën rreth 2 deri në 3 orë, edhe caktohen gjitha pikat e matjes. Duke filluar nga ora, data, matjet e kilovatëve, edhe gjëra tjera që mund t'i përmbajnë një mjet mas që është në këtë rast njësori elektrik. Nga keci kanë thënë RTK se janë duke i trajtuar ankesat dhe janë në fazën e korrigjimit. Devijimet e vërejtura në kohë janë një karakteristik teknike e njohur e kohës së njësoreve dhe përbëjnë problem teknik të cilin deri në një mas e palashe edhe rregullorje. Çdo njësor që ka tejkaluar këtë normë do të verifikohet. Nëse vërtetohet që lëvizja në orë ka dëmtuar konsumatorin në fjalë, ndaj tij do të aplikohen korrigjimet sipas procedurave në fuqi. Sipas njësve të drejtësisë, Kesku ligjërisht nuk do të mundi shmanget kompensimit të konsumatorëve të dëmtuar. Të duhet që këtë procedurë penale të detyrohen të pandehurit që të kompenzojnë shqiptarët të cilët kanë humbur, e po ashtu të bëhet një sistem inspektim i cili do të parandalejë që edhe në të ardhmen të ketë faturimet e tilla. Së fundmi, Ministria e Industrisë ka shqiptuar 18 gjoba ndaj Kecit në vlerë totale prej 90.000 eurosh për shkak të parregullsive të konstatuara në njësorët elektrik. Zyra e rregullatorit të energjisë elektrike ka mbajtur mbledhjen e radhës ku ka miratuar tarifat e reja të rrymës, të cilat do të jenë të njëjta, pavarësisht kërkesave të operatorët energjetik, të cilat kishin të bën ose në fillim të këtij viti ishin në shtrenjtim të rrymës, ZRE vendosi që tarifat të mos ngrihen. Ky vendim vjen pas marrëveshjes së fundit të lidhur mes Keskos dhe Kekut. Në mbledhje, ZRE miratoi edhe tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit dhe tregut, e po ashtu edhe tarifat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes. E vazhdojmë edicionin me të tjera lajme. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka njoftuar se akademiku i ndjer Recep Qosja është dekoruar me titullin Nderi i Republikës së Kosovës. Haxhiu ka vlerësuar Qosjen si një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë, shkencës dhe mendimit shqiptar, duke theksuar kontributin e tij në kulturë dhe vetdijen kombëtare. Ajo ka shtuar se dekorimi është shenjë mirënjohje për jetën e tij në shërbim të dijes, lirisë dhe dinjitetit kombëtar. Në 28 vjetorin e rënjes heroike të Bari Fazliut, familjar, përfaqësues institucionesh dhe bashkëveprimtar kujtuan jetën, veprën dhe kontributin e tij në përpjekjet për çlirimin e Kosovës. Familjar, përfaqësues të institucioneve shtetërore, të subjekteve politike dhe bashkëveprimtar, kanë nderuar jetën dhe veprën e heroit të Kosovës, Bari Fazliu, në 28 vjetorin e rënjes së tij heroike. Me këtë rast, motra e tij Farie Fazliu u shpreh se malli dhe krenaria për vëllan nuk shuhen kurrë, por mbeten të përjetshme në familjen e tyre. Shumë jam krenare për Bahriun, është një vëllau, kam një vëllau shumë i zgjuar, një vëllau i dashur, o kam luftetar, o kam për atë dheun, vetëm pak më vjen pak se ka prit këtë ditë, këtë liri. Kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë homazheve tha se Bari Fazliu ishte luftëtar i orëve të para të përpjekjeve tona çlirimtare. Tek ai e gjejmë edhe shembullin e një intelektuali të ri, e një kritiku të angazhuar, e një poeti romantik, e një drejtuesi të gazetës dhe gjithashtu e një organizatori e ideatori njëkohësisht të strategjisë çlirimtare përmes organizimit të popullit. Themelushi u QK-sh, krijushi idesh së luftës, edhe pashush e përpjekjeve për liri të hershme të kombit shqiptar. Gjithë jetën e tij, gjithë punën, veprën ja ka kushtuar lirisë së vendit të Kosovës, popullit shqiptar për të njerëzimit. Bari Fazliu ra heroikisht me 7 maj të vitit 1998 në bjeshkët e Bogiqës, pas një përleshjeje me ushtrinë jugoslave në trekëndërshin kufitar shqiptar Mali-Zi, Kosovë, Shqipëri. Ai ishte një nga themeluesit të lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës dhe udhëheqës i saj pas burgosjes së Avnik Linakut. Po ashtu, ishte kryeredaktori gazetës Çlirimi, e cila shpërndai fshehurazi brenda Kosovës çdo 3 muaj.
Bari Fazleu ka lëndje thesar të shmuar të shkrimeve, analizave dhe poezive, të cilat janë frymëzuese për lexuesit. Përdorimi i gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale është kthyer në shqetësim kombëtar, sidomos kur në debatet publike trajtohen çështje si religioni, politika dhe tema të tjera të ndjeshme. Ekspertët dhe profesorët universitarë së bashku me policinë kanë bërë thirrje për kujdes, duke theksuar se nxitja e urrejtjes përbën vepër penale dhe mund të sjellë pasoja serioze. Ikmoj, futjakot, dihet se i shojnë muslimanat. Zoti ka më ju ardh hak si sot si nesër. Këto janë vetëm disa nga komentet me konotacion nxitës dhe gjuhë të urrejtjes ndaj atyre që flasin publikisht për historinë e kombit shqiptar, sidomos kur bëhet fjalë për pushtimin Osman në Ballkan. Po ashtu në policinë e Kosovës vetëm gjatë vitit 2026 janë proceduar 4 raste nxitje përçarjes dhe mosdurimit, ndërsa në vitin 2025 janë raportuar 18 raste të tilla. Paraqitja e përmbajtjeve me gjuhë urrejtjeje në rrjetet sociale përbën shqetësim serioz, pasi mund të ndikojë në përhapjen e ideologjive radikale, veçanërisht tek të rinjt. Për këtë çështje dhe dekani i Fakultetit të Historisë, profesori Bujar Dugolli, thotë se një gjuhë e tillë duhet të trajtohet me seriozitet më të lartë nga organet përgjegjëse. Shteti duhet të bëjë ligjin për liritë fetare, nuk duhet mbetet vetëm si tentativë, por duhet të realizohet ai, sepse edhe bashkësitë fetare kanë interes nga ky element, po edhe shteti ka interes që të mos lejoj që askush në emër të besimit të promovoj gjuhën të urrejtjes, të promovoj konflikte ndër qytetare dhe të shtyjë përpara agenda të huaja të cilat nuk janë interes të kombit shqiptar dhe të shtetit të Kosovës apo të Shqipërisë. Në anën tjetër, profesori i sociologjisë Endre Temaj thotë se fenomeni po merr përmasa shqetësuese. Feja fillon duke shërbyer si një lloj alternative vlerore dhe po ashtu pastaj sulme që mundën një bëjnë diskutime ose tema të caktuara vijnë si rezultat ku ato nuk shërbejnë mos si pikpamje vlerore dhe kjo pastaj mundën me dëmtu kohezionin e përgjithshëm shoqëror. Gjithashtu Besnik Joha, profesori gjuhës shqipe në medrese dhe studiuesi i shkencave islame, thotë se çdo përçarje mes fesë dhe kombit është e dëmshme. Surde të kërkohet përçarje mbi baza fetare. S'është as fryma romantike atyre që kanë themeluar identitetin kombëtar, por ata që thrasin këtë janë edhe ignorantë, edhe të pashkollë, edhe të palexueshëm. Gjuha e urrejtjes është e dënuar me ligj, andaj të gjithë ata që shprehin gjuhë urrejtje në publik do të ndiqen penalisht nga institucionet përkatëse. Ka nisë punimet për rikonstruktimin e rrugës Kiev-Malishev, një projekt infrastrukturor me vlerë 2.3 milion euro që pritet ta lehtësojë qarkullimin dhe të arrisë sigurinë për banorët e zonës së Llapushës. Rehabilitimi mbi 11 kilometrave rrugë përfshin asfaltimin, ndërtimin e trotuareve dhe rregullimin e infrastrukturës përcjellëse, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar përfundimin e punimeve brenda 225 ditëve. Në nisjen e punimeve për rehabilitimin e rrugës rajonale në segmentin Kiev-Malishev, kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilësoi ndërhyrjen si të domosdoshme për zonën e Llapushës, një projekt me vlerë prej 2.3 milion euro që përfshin mbi 11 kilometra rrugë. Kjo rrugë në tërësi ka gjatësi mbi 11 kilometra dhe është lidhje kyçe për Malishevën dhe 5 fshatra për gjatë kësaj rrugës. Me që rast projekti përfshin rindërtimin e tërësishëm nga baza e deri te asfaltimi final. Ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rehabilitimin e plotë të rrugës. Rruga do t'i trajtoj trotuarët, do të vë trotuarët të reja në ato hapësira ku ka nevojë, do të bëhet trajtimi i ujrave atmosferik. Gjithashtu shumë me rëndësi edhe për menaxhimin dhe rregullimin e stacioneve të autobusëve ku qytetarët presin çdo ditë. Punimet priten të përfundojnë brenda 225 ditëve pune dhe projekti synon rritjen e sigurisë në trafik, uljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për banorët e zonës.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh. Të nderuar teleshikues, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.